për gjithë dëgjuesit, po e ritha informacionin e 11 në Shqipërisë. Strakosha në port, pastaj Gjimshiti, Ajeti, Hysaj, Mitaj, Shehu, Aslani, Laçi, Hoxha, Broja, Manaj. Kjo është 11-shja e kuqezinjve. Padyshim që direkt syt dhe mendja shkojnë tek Shehu. Ardi, si e sheh këtë zgjedhje të Silvinjos? Patjetër që Shehu aty ku ka luan në Poloni, patjetër që ka minutat e veta, është kampionat goxha interesant, patjetër që ne nuk kemi mundësi ta ndjekim sepse janë shumë për të ndjekur, por ai vetë ka udhëtuar shpesh. Kampionati polak transmetohet vetëm në televizionin polak dhe ndiqet vetëm nga polakët, kam ide. Kështu që domethënë ai ka shkuar dhe ka ndjekur vetë, domethënë, dhe pse edhe un jam 200% i bindur në zgjedhjet e tij, në sensin që ai është përgjegjësi për gjithçka, shikon sepse fundit edhe e përfolëm shumë, domethënë që pse Hoxha nuk merr shumë minuta, sot është titullar, edhe pse nuk ka marrë shumë minuta me klubin e tij, pra në këto sens ai e ka menduar mirë lojën dhe urojmë që ti shkojë shumë mirë kjo zgjedhje që ka bërë. Dhe pavarësisht të çojnë si do rreshtohen fushë, sepse ndoshta kanë përshtypjen që rreshtimi që kanë nxjerr aty ndoshta nuk është ai duri, po lojtarët ata janë, po kanë përshtypjen që UEFA, rreshtimi do të jetë ndoshta pak më ndryshe, sepse mendoj që ose duhet mendoj që Aslani duhet të jetë pak më lart se sa pjesa, sepse nëse nuk kemi Aslanin pak më lart që të ndihmojë pjesën e sulmit, pastaj bëhet që ka më vështirë. Atëherë, Ajeti ka fituar balotazhin me Ismailin. Jeni dakord me këtë? Milori? Shiko, në gjithë ndeshjet që Ajeti ka luajtur së bashku me Gjimshitin, ka bërë një duet shumë interesant, shumë solid, shumë të sigurt aty në qendër të mbrojtjes. Është një lojtar që mua më ka pëlqyer në vazhdimsi, pothuajse nuk bën asnjë gabim, si në luftën në ajër, si poshtë, domethënë në fazën defensive, po edhe në fazën ofensive është një lojtar i qetë, nxjerr mirë topin, ka siguri, kështu që unë mendoj që kanë bërë zgjedhjen e duhur. Shehu i merr vendin Ramadanit. Okej, këtë e diskutuam pak me Ardin, por ti si e mendon? Po, shiko, pa diskutim që stafi teknik dhe Silvinjo e din më mirë. Jo thjesht e din më mirë, po e kanë studiuar mirë situatën. Ndoshta kanë parë dhe gjendjen fizike të tij, sepse është shumë e rëndësishme sidomos gjendja fizike sot. Sot po. Pavarësisht se Ramadani është një lojtar që ka eksperiencë, por ndoshta gjendja fizike i kanë bërë të vendosin që duhet të jetë ky djalë sot, duke marrë parasysh edhe çik shtatlarësinë e këtij, është 1.83. Mos harrojmë që serbët janë shtat lart. Serbët janë shtat lart. Mund të luajnë me topat gjatë, me topin e parë, me topin e dytë. Mos harrojmë se serbët po luajnë me 2 pyka sot. Po luajnë me një sistem 3-5-2, me çfarë shikohet. Kështu që mund të në momente të caktuara mund të luajnë me topin. Dikush thot 3-4-3, dikush 3-5-2.